Në qoftë se je një content creator, kjo video është për ty. Unë edhe pak ditë bëj 11 vite që kam nisur këtë rrugtim, apo kam krijuar me shpirt, me zemër dhe me vizionet e mia këtë komunitet të Wild Rose 57. Por këto 11 vite, roli im nuk është vetëm ajo vajza që bën bërzylyqe, nuk është vetëm ajo vajza që lexon tarot. Kam pasur shumë role të ndryshme, duke nisur nga personi që flet me ju, nga personi që shkruan, nga personi që fotografon, krijon arte në forma të ndryshme, bën guida shpirtërore, programe shpirtërore, domethënë kam shumë role. Po do ndalem specifikisht tek një rol, sepse dua të ndaj një mesazh shumë të rëndësishëm me ju. Kam shumë kohë që dua ta ndaj si mesazh këtë gjë, po kam dashur që ta përjetoj një herë vetë që ta transmetoj më pas tek ju, sepse unë jam person që mendoj, po se përjetova vetë gjën, nuk dua të jap një mesazh specifik. Content creating, këtu dua të ndalem. Kam plot 11 vite që jam një content creator. Non stop. Çdo ditë, nuk ka rëndësia jam pushim unë apo jo, apo jam punë, nuk ka rëndësia jam me pushime verore, nuk ka rëndësia jam me familjen apo jo, nuk ka rëndësia jam me njerëzit e zemrës time, që për 11 vitesh kam bërë content pa fund dhe pa ndaluar dhe pa i dhënë vetes një pauzë për të pushuar. Dhe këto 6 ditët e fundit që unë isha në një provincë të Milanos, me pushime, e mora për të pushuar emocionalisht, psikologjikisht, shpirtërisht edhe fizikisht, por nuk mendova kur që energjia o vorbëll energjetike që unë i lejova vetes të zhyte, do më ofronte mua mundësinë që unë të pushoja nga content creating. Është hera parë në këto 11 vite, sa e lumtur jam se kam përjetuar një lehtësim shumë të madh. Dua t'ja jepni dhe ju vetes këtë mundësi, ju që keni si punë content creating. Nuk kam krijuar asnjë content këtë periudhë. Ishte hera e parë që unë nuk e bëja këtë gjë dhe isha konsciente që nuk po e bëja. Fillim ishte pak e sikletshme, por pastaj po ndjeja lehtësim. Po ndjeja rikthim tek vetja ime, po ndjeja rikthim tek jeta ime, tek e tashmja ime, po ndjeja që po merja rolin tim të parë në këtë jetë që është të kënaq veten time, të jem këtu për veten time. Sepse kur je një drejtuese shpirtërore, merr barrat e botës me veten tënde dhe harron veten tënde, harron të jesh aty për veten, por ti fillon jeton për të tjerët. Se mbaja mend herën time të fundit që unë kisha jetuar për veten time, apo isha prezente tek vetja ime dhe kam bërë foto apo ndonjë video thjesht për veten time, për aspektin tim njerëzor, jo për të tjerët. Është hera e parë që unë kam udhëtuar jashtë dhe nuk kam asnjë content për të postuar për të tjerët. Dhe dua t'ju them, merrni një pauzë. Content creating nuk është një punë e lehtë, vetëm ata që bëjnë e dinë këtë gjë. Imagjinoni tani unë përveç se një content creator, fusni aty artistin multidimensional, fusni aty korrierin, fotografin, fusni drejtuesin shpirtëror, e shumë role të tjera të mia. Imagjinoni sa i ngarkuar mund të kem qenë unë 11 vite, edhe prap kur nuk e kam transmetuar këtë gjë të tjerë. Po vjen një pikë që bëhet too much, kështu që mos prisni të digjeni komplet, po lejojeni veten tuaj të pushoni nga content creator dhe lejojeni veten të vi inspirimi, të vi lehtësimi, të vi shkëlqimi, jo vetëm në fytyrën tuaj, por në sytë e juaj, zemrën tuaj, dhe mos harroni të jetoni së pari për veten tuaj. Atë që ta jetojeni të rësisht për veten, sepse e meritoni. Meritoni të merrni një pauzë dhe mos u trembni për algoritmin. Po, edhe mua më ka rënë për 6 ditë, më ka rënë algoritmi 100k. 100k i bi 100.000 shikime, më ka rënë direkt 100.000 shikime. Kur je në content creator,
fillo lidhesh me algoritmin, fillo lidhesh me shikueshmërinë, edhe të rëmber se duket sikur s'do bësh më punë, sikur nuk pëlqesh gjitha këto. Është thjesht një iluzion. Kur e mendoja më përpara 6 ditësh që do humb shikueshmërinë gjitha këto, mendoja që do të rëmbesha, dhe sot që hyra në punë dhe pash që kisha 100k shikime më pak, asnjë ndjesi. Unë ndjeva biles më e plot, më afër vetes, më e rrezatuar, edhe pse jam shumë e lodhur fizikisht, sepse jam lodhur, sepse kam jetuar. Asnjë ndjesi, puna vazhdon, jeta vazhdon, algoritmi kapet prap, ama jeta jote ikën. Kështu që shijoni pak veten tuaj, jetën tuaj, pa ndjer presionin që duhet të bëni content creating. Kur të merrni pauzën, do keni mundësi të bëni krijime të reja, pa fund ide të reja. Kështu që ky është mesazhi im, merrni kohë për të pushuar dhe për të reflektuar dhe për të qenë prezent në jetën tuaj njerëzore apo shpirtërore, po vetëm ajo juaja personale, sidomos njerëzit që janë në rrugtimin tim, që janë dhe drejtues shpirtëror dhe duhet të bëjnë content creator, ju keni nevojë akoma edhe më shumë për të pushuar. Ky është mesazhi im për ju sot, edhe kështu riktheva unë në punë me këtë energji të re dhe ju uroj një javë sa më të bukur dhe reflektofshi e pushofshi sa më shumë në mënyrë që të rigjeneroni inspirimin, idet apo vizionet e juaja. Patrim!